Shqipëri-Serbi është ndeshja kualifikuese e botërorit e cila po pritet me padurim nga tifozët. Ledio Pano ju përgjigj pyetjeve të gazetares Trevisa Tufa në emisionin Sport News në News 24 e kaluara. Ajo që ka ndodhur vite më parë ka dhënë efektin e vet, le ta shikojmë vetëm në anën sportive. Edhe trajneri serb tha që do vinë që të luajnë futboll. Gjërat e tjera do t'i lëm të tjerët. Futbollistët që veshin jo vetëm fanellën e kombëtares, por edhe në kompeticione UEFA kanë emocione. Vetvetiu sa futesh në fushë ke emocione. Kur fillon ndeshja më pas e ke mendjen të topi, jehona, ne kemi filluar prej javësh të flasim për këtë ndeshje, mos të them prej muajsh. Shqiptarët e Kosovës e ndjejnë më shumë se të gjithë këtë ndeshje. Nuk mund të luash siç luajte me Andorrën. Përballë kemi një ekip me cilësi. Pres rezultat pozitiv dhe e rëndësishme është të mos humbasim sulmi. Një nga dilemat më të mëdha të Silvinjos para ndeshjes ndaj Serbisë është sulmi. Trajneri Ledio Pano tha se sulmues qendre preferon Manajn, ndërsa sipas tij problem kemi krahët. Me ato që na ka treguar në ndeshjet e fundit, padyshim dua që të luaj Manaj. Edhe Daku po të jetë është pothuajse njësoj. Problemi është te krahët. Si do të luajmë aty që të furnizojmë qendrën? Broja nga krahu i djathtë dhe Hoxha nga krahu i majt janë dy lojtarë që marrin krahun. Duhet të shkojmë deri në fundore për të vendosur në vështirësi mbrojtjen kundërshtare. Duhet të ulim ritmin dhe besimin te Serbia dhe